Përshëndetje nga ndajmë Lala dhe mirë se erdhët në podcastin tim. A je ba mirë gjatë këtij muaji të Ramazanit? Po tani dora e djallë që a jep, nuk do të me tregu dora e majtë. Të kishe lujtë sikur të njohim na, unë besoj që shke dalë edhe 2 herë më mirë. Ti nëse nuk hinë mëranda nuk më kupton mu. Po publiku nuk e din që ti kënon edhe lahi. E ditë më të madhe, jo nuk ka, elhamduli, jo Allah. Me kanë kisha unë nga iftar sot. Ka më fali. Një dëshirë baba e ka, pa m'dal shpirti me ju pa. Çfarë ndjeni është më rrit pa bab? Kur nuk do t'a keni më, do t'jeni pa krah. Rridhe dit në Ramazane, o aska më gër, aska më pije. Qysh bebir, ja puthe kom gus na ke qitë lashe tash. Nuk e japi as tojnin e bashkëshortës time për asken botë. Ke do si vlla. Pse e se gëzoj lirin? Dhe ka vdekur në moshën 14 vjeçare. Vala Parizit, pluma Beogradit, je mushtar e Aden Jasharit.